Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Mund jeni në një lidhje. Mund të besosh te fjalët që i dashuri të thotë? Janë të vërteta këto fjalë që i dashuri të thotë ty? Pra mund t'i besosh ti atij personi? Dhe këtë do ta zbulojmë me anë të letrave dhe shenjave të horoskopit. Je pak e lidhur me litar me këtë fashë të syt. Por thot, ti duhet ti heqësh fashën me litarin dhe ti plasësh intuitës tënde të brendshme. Atij zërit tënd të brendshëm, fëmijës vogël që ke brenda vetes, për të marrë përgjigjen që ti duhet të marrësh, sepse ti je dashuri. Je një femër plot me energji pozitive. Ti për këtë mashkull je mbretëresha e shkopive, një femër intelekte e zgjuar që i fal dashuri pas një lloj interesi. Ti duhet besosh te ky person, sepse ky person ty të shikon si kjo perandore në karrocë. Ju jeni të mbrojtur nga një ëngjëll mbrojtës në univers. Kur gjithë njerëzit negativ, ky ëngjëll i largon nga jeta juaj me anë të tingujve të këtij fylli të argjend. Personi i zemrës tuaj është një person pozitiv, është si ky perandor që do të ndihmoj. Prandaj fjalët e tij ti duhet t'i besosh. Jeni pak të rrethuar nga njerëz të vegjël. Keni shumë mendime pozitive që doni t'i bëni realitet në jetën tuaj, dhe dhjeta e monedhave më tregon që kulla juaj, pra duhet besosh tek i dashuri juaj, te personi juaj i zemrës, sepse dhjeta e monedhave është letra e mrekullive. Kulla juaj në qiell të pastër është rrethuar me këto monedha dhe me njerëz pozitiv. Prandaj, fjalëve të personit tuaj duhet t'i besoni. Me kë rezonon kjo histori? Me kë gërm? Me gërmën C, gërmën T, gërmën F, N, M, F, M, V, K, J, G, I, D, G dhe gërmën F. Po marrim dhe gërmën P. Me shenjat e horoskopit, me kë rezonon? Me dashi, me ujori, peshore, me bizhëreshë, me luani, me akrepin, me binjakët dhe me gaforet. Faleminderit shumë, miqtë e mi.